Teksa jashtkuvendit vijon protesta qytetare, kryeministri Edi Rama ju rikthye debatit mbi revolucionin e flamingove, duke e marrë si shembull për mënyrën se sipas tij mund të përdoren rrjetet sociale për manipulim dhe ndërhyrje të huaja. Gjatë konferencës për manipulimin e informacionit dhe ndikimin e jashtëm të zhvilluar në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, Rama deklaroi se disa lëvizje të nisura në hapësirën online mund të shfrytëzohen nga aktorë të jashtëm për të krijuar pasiguri dhe për të ndikuar në opinionin publik. Besoj se jeni mjaft të informuar për të ashtu quajtur një revolucion të flamingove. Është në fakt një shembull i jashtëzakonshëm i një plase. Një çari që natyrisht u bë në fakt një mënyrë për të hyrë para miqtan për të organizuar një operacion shumë të madh trollesh dhe avataresh. Situatën e paralizoi me historinë e Kalit të Trojës si një rrezik i maskuar si i padëmshëm. Troja nuk ra sepse kishte ushtri të dobët, Troja nuk ra sepse nuk kishte siguri kufish, ra sepse kërcenimi hyri i maskuar si diçka e pafajshme, e padëmshme. Kali i Trojës, e me qira fjala, ky është edhe emri një virusi, mbetet mësimi suprem i historisë se rreziku më i madh rrallë është ai që më syn në derë, por gjithmonë më tepër ai që fton brenda, sepse duket i padëmshëm. Sipas kreut të qeverisë, ndërhyrja e huaj nuk vjen më përmes një uniforme apo ushtrie, por përmes trendeve virale. Manipulimi, ndërhyrja e jashtme e huaj në informacion, kur nuk bërrin me një uniform të veshur, bërrin si përmbajtje e përditshme, si indinjat, si një trend viral, apo si një video e falsifikuar deepfake e një të famshmi. Kështu që thelbi është që nuk ju duhet më ushtri për të destabilizuar një vend. Shtoi se vendi është duke ecur me vendosmëri drejt fazës së fundit të bisedimeve të anëtarësimit për Bashkimin Evropian. Ndërkohë që eci me vendosshmëri drejt fazës së fundit të bisedimeve të anëtarësimit për Bashkimin Evropian, është thelbësore të forcojmë rezistencën kundër kërcenimeve hibride, që në fakt nuk është kërcenim burokratik, por një hap mjaft i rëndësishëm drejt ndërtimit të një shoqërie rezistente, duke mos minuar në të njëjtën kohë vlerat e saj demokratike dhe mënyrën e saj demokratike të jetesës. Kreu i ekzekutivit shtoi gjithashtu se sfida është krijimi një shoqërie më të ndërgjegjësuar ndaj rreziqeve të reja, pa cënuar vlerat demokratike, lirinë e shprehjes dhe mënyrën demokratike të funksionimit të institucioneve.